Burrin luft më kanë vra, e masi 3 muaj masi më ka vdek burri, më ka lind djali. Gëzimi më i madh ka qenë ai, që nuk e ka prit, e me gëzu, e me shiju jetën si duhet, me vlad. Me fëmijë, sfida më e madhja, mërzia më e madhja ka qenë ajo. Po, kanë vdek. Ky Malev, Projev, luft, në për pluma, në për... Cila ka qenë dita më e mirë jetën tënde? Kur më ka lind djali, Djali, pas sa vite? pas 12 viteve martesë. 12 viteve. Çfarë gëzimi i madh. Burrin luft më kanë vra, e masi 3 muaj masi më ka vdek burri, më ka lind djali. A përshë ai lart? Një Gëzimi më i madh ka qenë ai. Dhe më thonë, pas 12 viteve, kur e ke humbur edhe bashortën e jetës. Po. Si këtë gëzim si e ndajtën familjen tënde? Pa i, si dyshe. Një nënë ke pasur hidhërim për bashortit që të ka ndru jetë, Po. edhe njënën tjetër fëmijën. Po, Zoti madh ati kofshim falë. Sa të bën berak që bashorti s'ka arrit me përjetu këtë gëzim. Urna? Sa të kam bet merak që s'ka mundur përjetu këtë gëzim bashorti. Po më ka met me rak, po, jeta, lufta, Mi tjerë keni pasur? po, kanë vdek. Keni humbur mi tjerë? Ky Malev, Projev, luft, në për pluma, në për... E ka shkru Zoti me dalë këtë dy javë. Mi tjerë tha ke humbur? S'kuptova? Urna? Mi tjerë? Ku më humbur, po, kanë vdek. Kanë vdek. Po. Çfarë moshe ke pas? 1 vjet, edhe tjertë 7 muaj, 6 muaj, qështu, Atë ke përjetuar mjaft? Sfida. Kjo është jeta. jeta. A ndërkohë sa të kanë vënë fort këto sfidat për jetë. Po i më kanë bo se Zoti i madh, edhe me fuqinë e Zotit, Tu kum- është grua fort shumë. kalue, e kum kalu. Po këto sa ke pas vështirë, ti jesh vetë nanë, vetë babë për fëmijën. Vështirë shumë, shumë vështirë. Vështirë, po e kam djalin e mirë, e kam për vete, edhe i falenderoj Zotit që gjitha ato të këqija i kum përballu mirë, po tash e kam jetën si duhet. Sa mirë që të pash problema në fund me pas një fëmijë të mirë, kështu. O bo, E pa e kam për falenderoj. veti. Po. A ke të martu në djalin? Jo, Halo. jo. Shpasa ma shpejt bosh edhe vjeher. Inshallah, Edhe gjoni nuse të mira. inshallah, Sa është inshallah. sot vështirë me gjetë minuse për djalë? Qashtu? Sa është vështirë sot? Vështirë është, vështirë. A kështë pas dëshirë mja gjetë vetë fatë në jetës? Une, Po, djalit. po, Ki dëshirë vetë mja gjetë? kam dëshirë vetë mja zgjedh. A është ma mirë mja gjetë vetë? Ma mirë është mja zgjedh vetë. A keni diskutu to me Se po djalë? gabojnë, po, A pranon? po pranon, Dhe më thonë, ka dëshirë që dhe djali mja gjetë? po. Sa mirë që Për shumë dëshirën teme, Me dëshirën tonë. po. Se e din sa kum hek deri sa kum rrit, edhe me qiraja, me si jeta kështu. Vujtja e nanës, a mundesh mja shpërbly një fëmijë? A është e lehtë mja shpërbly nanës? Ka që vujtje të mdoja që keni pasur? A është lehtë? Po so let, po duhet, se nuk ka let. Që kështë thënë gjithë nanave që kanë mbetur si ti në moshë të re, ashtu, që kanë sakrifikuar shumë, një mesazh, një këshill. Veç mu lidhë të Zoti, edhe krejt vinë në rënë. Ju më përballë Zotit ati këfshim falë, na ka marë, na ka kum përjetu lloj sfidash, edhe kum marë deri qëto, elhem pe Zoti, mirë, me shëndet jam mirë, djalin e kam mirë për tjerat, çka që Zoti. Sfida ma e rëndë, cila ka qenë përveç bashortit që ke humbur? Sfida më e rëndë ka qenë që nuk e ka prit djalin, që nuk e ka prit, e me gëzu, e me
shiju jetën si duhet me vlad. Me fëmijë, sfida më e madhja, mërzia më e madhja ka qenë ajo. Sot që është rrit fëmija djale, a thua ti s'qenë afër edhe ky, bashorti. Po normal, kishtë qenë afer, po Kjo është jeta, qa t'i bajsh, ka një jetë sjellë papritur a shumë. ashtu. Unë të roj që ta që tutje të keni vetëm gëzime në familjen. Falemderit shumë, E plot trashëgimtar. shumë falemderit. Gjithë mirat, shëndet. Ju rej dhe juve ashtu, të mira, falemderit shumë. Shumë faleminderit për kohën. Kalofsh mirë. Truj zoti.